situatë. To janë provokime. Flasim sot për reality show që komentohet kudo dhe nga të gjithë. Sony në mënyrë individuale, private, ka marrë përsipër një iniciativë që të shkojë në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe të bëjë sondazh për fermën. Po, kjo është një punë individuale imja, domethënë, unë kam pasion që po dhe kam dashur të kuptoj se çfarë mendojnë njerëzit, i prek vetë nga afër. Po ti ke evoluar, nga femra shkohet te ferma. Nga ajo bjondja do thuash ti. Nuk e di. Edhe unë jam me tendencia opini që nuk ka rëndësi ngjyra macës, ka rëndësi të kapi miu. E kuptova. Dakord. Po, edhe një herë? Se sondazhi jo te Brigid. Sondazhet në fakt vazhdojnë, nuk është se për shembull unë i kam mbaruar, sepse edhe ferma nuk është. Po çfarë ke kuptuar deri tani? Kam kuptuar që njerëzit qytete nuk janë pak. Njerëzit e para një nuk dinë të gjithë emrat e fermerëve. Okej. Kur unë i drejtohem me mikrofonin them, "Hey, si kalon, çfarë bën?" Më thuaj pak emrat e fermerëve. Dhe si përgjigjen? Moza, Sony, ose... Ama emrat e qeverisit din. Po, emrat e politikanëve din. Po, politikanëve. Kjo është më mirë. Mua vjen zor nga vete, kam punuar gjatë vite gazetare, veç kur më thonë është ky ministri. Edhe unë. Tani merresh me turizëm. Po, po tash këto ndrohen një herë në 3 muaj, e kupton? Ke përparësi të tjera në jetë, po. Pa njohura, ministri drejtësie. Sepse tregu unë mendoj që ka disa indikatorë, që një indikator është ky që unë jam duke bërë në mënyrë individuale. Indikatorë të tjerë të tregut janë rrjetet sociale, që tregojnë për shembull like, komente, views, share, gjitha këto janë indikatorë. Më kupton, qofse janë reale, sa ka që i bëjnë dhe fake sot. Po ato lehtësisht verifikohen. Jo, tash një sekond, se para se të di që ai tha Vera B, domethënë Vera B dhe nga Rushi. Edhe nga Rushi, domethënë ka edhe të vërteta. Kështu që ka edhe të vërteta. Ka edhe të vërteta në rrjetet sociale, bien 100% dakord. Ka, është vërtetë. Shiko, unë me thënë drejtën jam më shumë shok i Ilirit se sa i Mozës. Mozën e kam takuar 2-3 herë siç thash në fillim. Po, ti shoh duash, po ke pjesa e klikimeve dhe i këtyre, ti di më mirë se unë që pjesa. Jo, jam objektiv se unë nuk mbështes. Nuk mbështes Ilirin që kam shok për ti je kjo rrjetet sociale, domethënë nuk di se sa mund të referohemi, sepse është një njeri nuk ka indikator tjetër. Pas një tastiere që vjell vrerin e jetës vet, aty ka 20 adresa dhe nuk ka çfarë të bëjë gjithë ditën, e kupton? Jam dakord, në këtë rast, kjo gjë nuk ka ndodhur me Mozën. Patjetër, po. Pra, në këtë pikë, nëse sheh komentet që janë për të, janë po mund të shohim jo vetëm tek ndërmuese, mbështetëse ndaj Mozës. Jo vetëm tek akaunti i ferma VIP, po edhe në kudo janë që më mbështesin Mozën. Edhe personazhet e tjerë. Tani në gjuhën e kohës u bë brand. U bë virale. Në gjuhën e djeshme u bë faktor. Pardje ka qenë Mimoza, Moza. Pra ka një evolim i cili do studiuar, nuk është ky vendi, padyshim ne duhet secili të bëjë atë aktin e vet për hir të vërtetës. Pra Moza aty po bën atë që nuk do bënte në socializëm, po lëshon parrulla. Ja, mund të bëj një pyetje unë. Të njëjtën logjik ishte edhe ai djali kontemporan. Pra arti i sotëm, i cili unë nuk jam dakord fare, është fiks si një kopjo e socializmit, parrulla shkruheshin atëherë, parrulla shkruhen sot me këtë artin gjoja modern. Çështja është që në rast se prishet sistemi kapitalist, ai që është miliarderi i Shqipërisë do bëhet sekretar partijës. A më kupton, pra metaforat janë shumë të forta dhe kthehen shqetësime shumë të mëdha. Ose sekretari i partisë u bë miliarder. Pikërisht këtë thash. Sa aty jemi. Pra logjika e gjës është që janë disa gjëra që ne jemi një vend i vogël, cilët udhëhiqemi nga eksperimente të mëdha. Dhe brenda një kafazi të madh na krijohet një kafazi i vogël, një dytë, një tretë. Dhe pastaj ndodhesh përballë një djali i cili ka vetëm një formë dhe një mënyrë. Thot do të çerr syt ty Sony që të bëhemi i njohur. Tani kur kam ardhur unë nga Greqia nuk njihta as nëna ime, ti ke qenë super i njohur. A tu afrova ndonjëherë për të çerr? Kam 20 vjet që punoj me artin tim, me gjë dhe jemi me vlera, jo me dhe jemi sot këtu dhe më vjen mirë dhe ajo kimia që kam simpati sepse je shumë karizmatik, deshe të tërhiqeshe, si me thënë, dhe të futeshe në atë profilin tënd, është gjendja jote në fundit. Por ideja është që ne duhet të ruajmë esencën sepse fjala nuk është si zagari që ne e shohim dhe ndjellim kur të duam. Ajo na ndjek këtë rjet. Dhe këta duhet ta dinë këtë gjë. Duhet ta dinë sepse gjithmonë aty brenda falen absolutisht gjërat dhe ne i falim që nga jashtë. Por kur vjen tek thelbi i gjës, që kemi përballë njerëz të tillë dhe aq më tepër që ti mund të jesh në një pozicion tjetër, sigurisht që nuk ka nevojë mas për CV, por e di që njeriu ka nevojë për dinjitet dhe
ti duhet ruash ftyrën tënde në të gjitha dimensionet. Moza me mishe me shpirt po e ruan, por fakti që ka bërë që ndërmjet 3 dhomave të zgjedhi dhomën e gjumit dhe jo biblioteken, është një gjë që duhet diskutuar. Pse intelektuali arrin pikërisht në këtë? Ne kemi intelektual që vdesin në skenë. Unë po shifja dje dhe u mallëngjeva një piktor i cili ishte gati 100 vjeç dhe pikturonte te lajën dhe u lumturova njëkohësisht dhe thash, o Zot sa mirë që kam një art i cili do m'japi dinjitet të jetë. Pra që Moza u kthye mbrapa dhe nga një, si me thënë, Toyota ere për reklamën, mund të dali një Toyota për dorë është e trisht. Çështja është që duhet të hyjë një Toyota për dorë dhe të dalë si një Toyota ere. Të mbushur me në QS, thashë, nuk po vë epitete, jam shumë kujdesshëm me atë. E di çfarë më ka pëlqyer mua në këtë format. Po i drejtojmë formatit tonë, më kupton? Nga ky format kuptuam që me sa duket, se pas kemi paragjykuar këtë shoqërinë tonë që është një amulli e madhe, u dashkan dhënë dhe ca modele pra. Sepse me sa duket, neve pas kemi nxjerr deri më sot në ekran, ja pas kena fut kot gjithë këto vite, se pas kemi nxjerr këto njerëzit që ne mendojmë që marrin klikime me gjithë budalliqet që thonë dhe bëjnë etj, që mblidhemi ne këtu dhe i gjykojmë pastaj dhe po çfarë than ata e si ja futën kote. Me sa duket, u dashka propozuar disa modele, se me sa duket kjo çmenduria e madhe kolektive e popullit u ktheka dhe ke poezia, e vlerësoka dhe këtë njeriu që është ndryshe, jo duke u bërë bullizus, miliarder, hajdut, vrasës, kriminel, se deri më sot këto po promovojmë ne. Kemi 36 vjet. Shiko, nuk kanë faj ata, sepse ky nxitimi i bën drejtora. Mua më kujtohet me sa duket ky format nxori që ky populli pëlqeka dhe 2-3 vlera që kanë edhe ca njerëz të cilët neve i kemi parë vetëm në formatin e vet artistik. Marrim rastin e Sonit. Populli e njihte vetëm si goca tezës, ka marrë si goca tezës. Ne kemi parë gjithmonë se një artiste që ka përcjell artin e saj, ka qenë e kujdesshme në komunikimin që ka patur me publikun gjithmonë dhe ne e shohim tani që ajo zbulon veten në një reality show siç është Ferma VIP. I ka patur edhe ajo disa përplasje. Pra disa mund ta quajmë edhe shpërthime. Po, shpërthimet do të thënë, inboxi im mbush plot, telefoni im vetëm ça pati, pse kështu. Ideja është që Soni është një artiste që është bërë vetëm me punën e saj. Për fatin e vet të mirë ose të keq, mund të shikohet nga të gjitha anët, nuk pati prindër që merreshin me muzikë dhe ja kishin shtruar rrugën e muzikës. Nuk pati një partner që ta financonte dhe t'ja shtronte rrugën e muzikës, se gjitha këto janë faktorë që ndikojnë në Shqipëri dhe në gjithë botën për të bërë art. Kështu që ajo është njëri që është bërë vetëm me punën e saj, me një punë luftarake, kafshërore, të pa imagjinueshme sepse ajo të ka pasur motiv kryesor të jetës vet, karriera dhe vetëm karriera. Kështu që investimi i jashtëzakonshëm që ajo ka bërë për të bërë, është shumë lehtë që ti me një fjalë të shkojmë plera. Duke qenë që ka qenë femër vetë dhe e bërë vetë, në 2 rastet ku ajo ka reaguar, edhe në rastin e Ermionës, se po e heqim rastin e parë se hynë pastaj debate tjera që mua nuk pëlqen fare, jo ca kishin nga jashtë, që s'e pati fare me ato, po të rëndë si ka. Edhe në rastin e Ermionës nuk e pati direkt me Ermionën, sepse nuk u kuptua aty pastaj, aty u bë një zhurmë e madhe dhe iku gjëja. Ajo e pati, pse kësaj vajzës, Vanesës, i flet në momentin e vetë më tullët. Do më thënë që ti, kur ai robi është ke gremina, futi dhe shkelmin edhe le ta hedhim det. Do më thënë e pati vetëm për këtë gjë që do t'i flasësh foli kur t'jeni në pozitat barabarta. Jo ajo tash e kanë vënd gjithë për fund edhe hajde fute bjerë gjithë. Dhe këtë, pse e bëra të parantezën se si është bërë Soni artiste, duke qenë që është e bërë vetë dhe është femër që nuk ka pasur kur meshkuj që e kanë mbrojtur në karrierë flas gjithmonë, jo në jetën e vet personale, kështu që i ka ardhur keq.
për atë momentin e ullët në të dy rastet kanë qënë dy vajza që kanë qënë në momentin e vetë më të ullët edhe është përpjek me ju dhe në shkelmi. Këto kanë qënë rastet që ajo ka reaguar fort. Ndërsa për pjesën tjetër se shikoj gjithë këto vazhdën e online-it. Kjo që po thua nuk është e thjeshtë, është shumë e komplikuar, që do të thotë që dikur ne kemi pasur një mbrojtës, pra për periudhën e prifterimeve që porosistin veprat mëdha. Në periudhë sot ka shtëpi diskografike. Pra pse flet për meshkuj? Pse flet për pjesë të saktë? Një sekond, të lutem. Pra nuk jam atje. Ore, e di si është kjo punë? Para 20 vjetësh, je shumë e sakti. Je shumë e saktë, nuk po të gjykoj. Ne dim se si e kanë të shtruar dynjaja. Bravo, do më thënë, si zë tha, është alamet trupi. Jam shumë dakord unë me ty. Unë po bie dakord, po them është e trisht. Para 20 vjetësh i them Artur Marremit, i cili sot do në Paris. Turi më thanë që do bëhesh drejtor galerie. Helidon më shiko, tha, kam ende qime të zeza. Nësa sot fëmijët që dalin nga, nuk e di nga dalin, i ketë gjithë drejtora. Pas një provë, madje japin pesha, që kalo dhe këtë, do bësh, kalo dhe këtë, do bësh, dhe në fund falë Zotit, dhe stimi i bën disa në ata. Pra, a e kupton se ku gjëndemi? Unë dua automatikisht të kem mbrojtjen institucionale. Dhe unë po flasë gjatë gjithë kohës për produksionin, i cili ishte si një loj... Goteborg, i kërkojmë këtë, jo Shqipëri. Kur të shkojmë Goteborg? Do vinë ato pikat që do plotësojmë. Okej, pra, ne po flasim për këtë që jemi. Unë kam jetuar në një shtet europian dhe kur i ka me trishtim kuptova që nuk ishte aq europian. Shumë dakord. Pra i kishte kaluar pikat me hatër. Më kupton, më ngonin drejtë njeriu, as atje nuk u ndjeva njeri. Dhe falë Zotit, tu kam hyrë në një arenë, sepse të jemi të sinqert, të gjithë jemi gladiator. Dhe ata atje janë gladiator. Pra ka një publik i cili hako koshka... Sigurisht, në gjithë botën. Jo, unë flas për formatin. Unë flas për formatin. Populli, do s'do, gjithë kohës, është me gladiatorin dhe jo me perandorin. Dakord. E kemi parë, pra është një filozofi. Sigurisht. Dakord, nuk të kundërshtoj. Doja të shtoj edhe një gjë, Bruna, për Sonin. Ke pjesa online-it, se shikoj, do me thënë që bilës nga ardhë me qesh një dyrë. Pse kur nëzefet ajo flet tropojanshe, publik i dashur, Soni ka mamin nga Tropoja dhe babin nga Tropoja. Është rritur deri 8-9 vjeç në Tropoj, është gocë Tropoje Safi. Kështu që sigurisht kur njeri unë zefet, del në zot vetë, thot shqiptari. Kështu që kur Soni nëzefet, do flasi dhe do nëzefet Tropojanshe. Ndërsa Soni artiste pa tjetër flet në gjuhën letrare, është vajzë që kam baru për frëngjisht, universitetin, e shkolluar, arsimuar, do flasin gjuhën letrare. Ama kur i ngrihet nervi malokut në Tropojanshe do dali, ta sqarojmë këto muhabet, ma nxirri dhe në klip që ato që të komentojnë ta marrin vesh të pse Soni kur nxevet flet Tropojanshe. Se nxorë dhe një herë në klip. Edhe morëm përgjigjen të gjithë. Po unë do doja të merja prej teje një përgjigje. Për momentin e qëndrimit që mbajti Jonida kur doli jashtë fermës dhe tha Soni është këngëtare klabesh, ndërsa unë jam këngëtare festivalesh, në të dyja kemi formim të ndryshëm dhe kemi patur karriera të ndryshme. Po, kjo është shumë e vërtet që të dyja kanë formim të ndryshëm dhe të dyja kanë pasur karriera të ndryshme. Tashi që mos dukem kështu arrogante, t'ju bëj juve të gjithë nga një pyetje sa këngë dini nga Jonida dhe sa nga Soni, s'po ja u bëj se dihet, do me thënë. Kështu që nuk du të flasë për këtë... E pra, mos ta banalizoj mua betin, sepse... Unë më të them një gjë shumë shpër. Ideja është këtu që unë e kuptoj që Jonida doli nga një format, pa që kur doli, pa që nuk ishte dalë shumë mirë në publik, nga jo të çfarë kemi parë në komente, në portale, në të gjitha, dhe sigurisht gjë e parë që njeriu do bëj do mbrohet, sepse është instikti. Mbrojtja me mirë është sulmi nuk është një gjë e mirë. Po, duhet të mbrohesh me klasë, jo në atë mënyrë. Mbrojtja me mirë është sulmi, ajo mbrojt duke sulmuar, nuk është gjëja me e mirë. Përgjigjen e mori prap nga publiku dhe me atë që tha. Pastaj, po të numrojmë se sa festivale ka bërë Soni, dhe sa festivale ka bërë Jonida, dhe sa këngë hit ka Soni, dhe sa këngë hit ka Jonida, kjo është një llogari shumë e thjeshtë. Do me thënë, Soni është një nga këngëtarët, jo se është kushurira ime, unë ka disa këngë të Sonit
cilat nuk janë në shijet e mia. Kam disa vite që i them kur do e bësh atë këngën tënde R&B, sepse unë mendoj që në stilin R&B ajo te i kalon balada dhe çdo gjë tjetër, domethënë si këngëtare nuk ka dalë akoma, ju lutem, ka një kompozitor të bëjë një këngë R&B po shumë të bukur. Ka mos sa dush. Kështu të vogla. Do tani shpejt tash brenda në ferë. Unë si artist po të kisha një inteligjencë artificiale. Do isha, do kaloja shumë shpejt në atë etapën tjetër. Pra, se cili nga ne e ka Athinane vetë. E ka mbrojtësin e ti. Të lutem, të jemi të kujdesshëm, është zënë dhe Michael Jackson me Stingun, e kupton? Po shumë mirë. Edhe një nga djemët i ka vënë atë emër. Pra, du të kuptojmë që ne në brënda njëri tjetër artistët admirojmë atë që ka tjetëri. Ma di admirojmë atë që s'kemi ne që e ka tjetëri. Dhe ma beso, edhe veshjen e Jonidës admirojnë të gjithë, edhe zërin e saj, dhe zërin e Sonit, dhe karierë, ne admirojmë gjithë shka. Duam kemi... Dakor, po tani e kuptova që është tendencioze se unë i shkreti ka marrë se o këbëja këtu, po për shofë. Tani, kjo pjesa, unë nuk dua të, dhe me thënë, thash, nuk dua që është shumë e thjeshtë, unë mund ta bëj këtu, që mos ju marrë juve mund të pyes kameramanët që janë nuk janë... S'kan interes fare. Jo, nuk kanë interes, nuk e kanë fytyrën këtu përpara, e ti them, a këndoj një këngë të Jonidës, ai nuk e di. Po ti them, këndo 10 këngë të Sonit, i di. Këtu mbaron muhabeti. Nuk është argument. Dëgjoj, mendoj se këtë bazë këtë humbur se operatori që unë kam përballë një të gjitha këngët e Jonidës. Publicitet edhe rikthehemi sërish në studio në pjesën e tretë. Po.